Përshëndetje të dashur miq. Është shtunë dhe ju jeni me emisionin tuaj të preferuar prive. Shtrohet pyetja, çfarë kanë bërë artistët tanë gjatë javës që po lëm pas? E jemi ne ata të cilët përmes materialeve tona ju sjellim se çka ka ndodhur me ata gjatë këtyre ditëve. Një nga një do të ndjekim tani material të përgatitur nga kolegët tonë të paljostrëm. Sot është 14 shkurti. Shën Valentini, dita e të dashuruarve, dita e zemrave apo çysh doni lejani emrin. Kjo ditë më shumë është bërë si formalitet. Ata që janë të dashuruar shkëmbejnë dhurata me vetin, ndërka të tjerët të shkojnë vetën në pasqyrë. Por si i zuri kjo festë disa prej fytyrave tona publike, single apo në qift, e kuptojmë tani nga materiali në vazhdim. Rreth 110 milion trëndafila të kuq dhe 1 miliard çokolata shiten dhe dërgohen gjatë 3 ditëve para festimit të Shën Valentinit. Kjo festë, e cila në realitet është ditë pune, shënon ditën e të dashuruarve në mënyra të ndryshme nëpër botë. E gjithashtu mban edhe emërtime të lloj-llojshme. Ditën e 14 të muajit shkurt, pjesa më e madhe e njerëzimit të quajnë Shën Valentin. Derisa në Suedi kjo datë mban emrin Dita e Zemrave, e në Korenë Jugore dhe Japoni njihet si Dita e Bardhë, derisa ditën e zezë me 15 prill e festojnë beqarët të cilët nuk marrin asnjë dhuratë për nder të kësaj feste. Shën Valentini prej shumë vite shënohet edhe në vendin tonë. E 2015 disa prej fytyrave publike i zuri me statuse ndryshe nga Valentini i kaluar. Dikur këtë festë e pritnin bashk, derisa Valentini i këtij viti të vetmuarit të ndarë. Bleru Muharremi dhe Teuta Krasniqi, dikur përbënin një çift, por jo edhe tani. Ndoshta kjo datë do të jetë më e zbrazët për ish çiftin, por gjithsesi, nuk do të thotë se ata do të mbesin pa dhurata. Teuta dhe Bleru rrethohen nga meç të shumtë. E në rast se edhe kjo të shkojë hoq, pas një muaji përsëri do të ketë festë. Për shumë vite 14 shkurtin e festuan në statusin relationship, ndërsa këtë vetë Nora Istrefi dhe Robert Berisha ditën e të dashuruarve e presin të kurorzuar me martesë. Madje për çiftin më të ri të estradës, natyra është përkujdesur me një dhuratë e cila do të lulëzojë bashkë me pranverën. Kjo periudhë kohore padyshim se do të thotë shumë edhe për reperin Ledri Vula. 2 javë para Valentinit të kaluar, ai i rikthehet misionit, pasionit dhe fansave të tij. Me datën 1 të shkurtit 2014, Ledri lanson projektin e parë i cili shënoi rikthimin në muzikë. Por kjo nuk ishte e gjitha. Dy ngjarje në një periudhë përfshin edhe lidhjen e tij me modelen Angela Martini. Fiks një vit pas, festa e të dashuruarve e gjen Ledri Vulaj me përplot projekte, por të vetmuar në stinën e dashurisë, kështu të paktën publikisht. Dita e zemrave e zë mëse të dashuruar reperin Lyrical Son. Në lidhje të kahmoqshme me të dashurën Gresa Krasniqin, 2015 e gjen çiftin me një status me më shumë përgjegjësi. Të martuar, Festimi dhe Gresa tash e tutje do ta festojnë ditën e bardhë. E 14 shkurti tashmë është një ditë e zakonshme për një tjetër mashkull në estradë. Capital T, me sa duket nuk është një prej romantikëve i cili dhuron lule, çokolata apo kartolina në ditën e të dashuruarve. Jo se nuk do të dëshironte, por për faktin se edhe ky vet e gjen pa të dashur. Nuk e dim nëse Capital T nuk është i interesuar apo nuk po e gjen të duhurën. Të njëjtin fat këtë vit do ta ketë edhe Gjato Gjizi, si duket më i madh në vend, po e ka të vështirë ta vendosë se kujt i dhuroj trëndafila në ditën më të dashur të vitit, apo ndoshta edhe po, por anonimisht. Shën Valentini reperin e gjen duke u përgatitur rreth një projekti në Tiranë, por jo të njëjtën gjë duke e bërë edhe me jetën e tij private. Të paktën nuk ka bërë asgjë publike deri më tani.
As për Dafina Zeqirin këtë vit nuk do të ketë Shën Valentin. Dita e zemrave siç njihet në Suedi, nuk i përket asaj pasi festa e të dashuruarve, e zë pa ndonjë lidhje të paktën publikisht, këngëtaren favorite. Por kjo sigurisht se nuk do të thotë shumë për të, me që kohëve të fundit është fokusuar maksimalisht në punë. Megjithatë, Dafi ka vendosur ta ruajë zemrën e saj, andaj duhet shumë sakrificë për ta fituar atë. Djemë dhe vajza, ju që jeni në dysh, dashuroni pafundësisht, e ju që jeni ende në pritje, qiteni hapin, sepse ka të tillë që po presin për ju. Gëzuar dita e të dashuruarve.